Namazi i natës është për namazet veçanta. Subhanallah, në kuptim të vlerës, kur të lexon për namaz natës, në kuptim të vlerës, të jep përshtymin që është obligim. Ata përshtymin që është obligim. Nëse kur lexon, çfarë vlerë, çfarë rëndësie veç bërç me konse që nafilja apo pse është obligim? Ka arsye shumë të një nga ato është se Allahu xhallahu e ka bën natën me flajt. Apo natën e ka bën pushu për shkak se dita është për angazhim. E namaz natës ta ka bën obligim që mos me kon ngarkesë shtesë për ty obligative. E kalon mbi bazën e imanit tënd tash. Unë e bërë s'po ta bëj, ama ti e din tash abon atë. Që ata dveçantë i qohen, jo gjithkush ato. Që ata dveçantë e falin ato. Sa ata në namaz natës nuk e shikojnë më a është barç apo jo, në kuptim juridik, por e shikojnë turpi Allahu xhallahu ora gjithë natën mos puqojnë gjithë savat ato. E këta janë veçantë ato. Tash ditën funksionon aspekti juridik, farzo, namaz me fal, apo natën funksionon aspekti i raport me Allahun xhallahu ora që e fal namazin natën. Është i veçantë kur kush është se ka barç, ama çu do fal. Çati është ndoshta manifestimi më i fuqishëm i fasalli li rabbik. Për Zotin tënë, kur kush nuk të